Shëbat kulla kanë arritë që t'jenë një superfuqi ka që madhe kur s'kan pas armiq afër tyre. Po shfati i tyre sepse janë një shtet që janë kontinent. Para dhe dyta, ki parasysh që... Armiqt i kanë larg, i kanë. Ki parasysh që SBA-t janë fitues të dy luftave botërore, dhe të luftës ftohtë. Pra nuk kanë humbur akoma një luftë të madhe. Se po të humbi një luftë të madhe, ndryshon gjë. Po, sigurisht, kush do t'i pushtonte Kanadaja? Luftrat e mëdha i kanë fituar. Ky është fati, kjo është arsye pse anglisja sot është gjuhë e botës. S'është gjermanishtja. Ka filluar me Britaninë e Madhe. Po dakord, po ki parasysh kanë vazhduar sot është për shkak të Amerikës. Pra Washingtoni është qendra financiare e botës, bashkë me New Yorkun. Washingtoni është qendra e organizatave të mëdha ndërkombëtare, bashkë me New Yorkun. Washingtoni është qendra e ushtrisë më të madhe në botë që quhet Pentagon. Washingtoni është shumë gjëra, është qendra e lobisë, është etj. Por nuk është e vetme. Ka evidenca se shumë të pasur nga SBA-t, por edhe të elitës intelektuale dërgojnë fëmijët e tyre të mësojnë gjuhën mandarin apo kinez. Sigurisht, sepse Kina është fuqia emergjente. Kina është fuqia emergjente dhe fuqia në të ardhmen. Dhe në anën tjetër ki parasysh që vërtet Amerika ka numrin më të madh të pasurave në botë. Mehmet. Po. Por numri i varfërve është në rritje kështu. Kemi të dy... Kjo është arsye pse Donald Trump e fitoi. Numri i të varfërve në rritje. Shiko, zhvillimet politike në Amerikë, që tregojnë këtë generatën Z, sollën politik dy njerëz komplet kundër pranë fuqi në SBA. Sollën Donald Trumpin dhe Mamdani, kryetari i Bashkisë New Yorkut. Janë dy të kundërta që i kanë sjellë në pushtet po të njëjtit njerëz. Nuk është se nuk kanë ardhur me pak me populizëm të tepruar. Po pikërisht ky është populizëm. Ky është populizëm. Janë dy krah të kundërt, të cilët kanë shkuar dhe kanë marrë votat e po të njëjtit njerëzve në bazë populizmit dhe këtë po vuaj. Prandaj thash që siç ka numër shumë të madh të pasurës, ka dhe numër shumë të madh në rritje të varfërve. Dhe ajo që është goditur është stresa e mesme. E qartë. Kulla, pasi që e përmendëm Kinën, kemi vizitën e Xi Jinping, kryetarit të Kinës në Kore, pas 7 viteve. Shiko, kinezët përkrahën vllain e presidentit të Kores Veriut, kur ai tentoi të bënte grushteti. I vrarë në Malezi. Kim Jong-unit, po. Dhe pastaj shërbimi sekret korean e mori vesh dhe e vrau. Dhe ka ndodhur kjo në Malezi? Po. Dhe Koreja e Veriut u lidh më ngushtë me Rusinë. Dhe marrëdhëniet me Kinën kanë qenë të ftohta, por prap Kina është kufiri më i madh. Tani ngjarjet e zhvillimit botëror dhe afrimi i Rusisë me Kinën ka bërë që edhe Koreja të afrohet. Domethënë, presidenti i Koreas ka qenë deri në paranojë dhe në frikën që kinezët mund ta eliminonin pasi e provuan një. Ndërkohë që kinezët kishin investuar te vllai tjetër dhe jo tek. U thatë që ka pas një lloj xhelozie të marrëdhënieve të mira të ngrohta të Koreas së Veriut me Rusinë. Dhe sigurisht se Kina nuk do të rrinte duke i shikuar nga larg. Po rusët i shpëtuan jetën kur e zu Covidin, nëse të kujtohet, në fund 2019-s dhe fillim 2020-s. Është normale. Qartë, kulla.